Një televizionist hoxhë nderuar ju pyet kështu: thot kohëve të fundit shpesh po dëgjojmë në lajm se ka njerëz që e varin veten ose po bëjnë vetvrasje. Fatkeqësisht shumica këtyre njerëzve janë të rinjët. Çfarë porosie do të kishim për këta njerëz dhe si trajton Islami këtë dukuri? Është me të vërtetë shqetësues fakti se kanë filluar njerëzit që vetvrasjen ta shohin si zgjidhje të problemeve të tyre ose si mënyrë për t'i dhënë fund vuajtjeve të tyre në kohët e fundit. Dhe ajo që është bërë shqetësuese është vërtet kur e krahasojmë gjendjen e tanishme në aspektin statistik normalisht me gjendjen e para disa viteve kur vërtet rastet e vetvrasjeve kanë qenë jashtëzakonisht të rralla në Kosovë. Në anën tjetër ngushëllues është fakti se akoma vetvrasja nuk është bërë dukuri në Kosovë. Është vërtet shqetësuese si raste që po ndodhin, mirë po nuk e ka marrë formën e dukurisë dhe ne lutemi që ajo të mos ndodh asnjëherë. Pse vije deri te një gjë e tillë, unë mendoj se ka menduar gjatë për punën. Pse njeriu ta shoh vetvrasjen si zgjidhje? Vetëm atëherë kur vërtet njeriu nuk sheh zgjidhje tjetër, edhe ajo I duket se është rrugdalja e vetme. Në të vërtetë, kjo I ngjan sikur njeriu të ndodhet në një labirinth në cilin e sheh vetëm një derë të hapur, mirë po nuk vren çka ka prapa asaj dere, ndërsa prapa asaj dere është humnera. Ekzistojnë edhe rrugët tjera, edhe rrugdaljet tjera, mirë po ai për momentin nuk është duke I parë. Edhe kësaj njeriu për shkak të problemeve që ja imponon jeta, do të thotë mospajtimeve të ndryshme ose gjendjeve të ndryshme fizike, psikike e kështu me radhë, ai e sheh se rrugdalja e vetme apo fundi I vuajtjeve të tija është që ai të ngrej dorë mbi jetën e vet. Një gjë e tillë padyshim se sipas mësimeve islame është rreptësisht e ndaluar dhe Islami kur është në pyetje vetvrasja nuk gaboj nëse them ashpër është kërcënuar për ata që mendojnë që në të ardhmen ta përdorin një gjë të tillë. Mirë po, nëse këtë e trajtojmë vetëm në këtë mënyrë, valla Islami e ndalon, nuk është gjë e mirë, është mëkat e kështu me radhë. Unë mendoj se as unë si hoxh e as kush tjetër që merret me këtë problematik nuk ja kemi dhënë hakun problemit. Nga se ne duhet të mundohemi t'i trajtojmë gjithashtu edhe shkaqet që e bin njeriu në situatë për të menduar për vetvrasjen si zgjidhje. T'i trajtojmë ato shkaqe, pastaj t'i trajtojmë edhe pasojat e asaj dhe të mundohemi që njerëzit në mënyra të ndryshme t'i vetëdijsojmë për të mos bërë një gjë të tillë. Në anën tjetër është mirë që të trajtohen gjithashtu edhe gjendjet, rrethanat para vetvrasjes. Zakonisht njeriu nuk bën vetvrasje pa paralajmërim. Ai sikur don të na tregoj se është duke dash ta bëjë një gjë të tillë. Mirë po ai nuk na tregon me fjalë, na tregon me vepra, na tregon me tërheqjen e tij, me izolimin e tij, me sjelljet e tij të çuditshme, të veçanta. Dhe ne si komunitet, si shoqëri, si njerëz që jetojmë rreth tij, e kemi obligim që t'i dalim në ndihmë. Mënyra më e mirë është komunikimi. Mënyra më e mirë janë bisedat, në mënyrë që ai në një farë mënyrë nëse ka nevojë të rrëfehet për problemet e veta. Mirë po njerëzit shpesh janë në situata të atilla që ato situata I bëjnë ata të mendojnë se problemet e tyre nuk kanë zgjidhje. Situatat e tyre janë pa rrugdalje. Mirë por në atë moment që ata I besojnë një miku, një dashamiri, edhe ky tjetër e sheh se problemi yt që ka shumë lehtë I zgjidhshëm. Rrugdalja për situatën tënde është kjo. Edhe ai e vren se me të vërtetë çenka asisoj. Kështu komunikimi, biseda me njerëz, me dashamir, me të afër, me miq, mendoj se është ndalesë ose parandalesë që të mos ndodhë vetvrasja. Prap po them, ai I cili ka vendosur ta bëjë një gjë të tillë, apo ai I cili është në konfuzion, a ta bëj apo mos ta bëj. Prej momentit kur e vendos deri në momentin që e ekzekuton qëllimin e tij, mendoj se ekziston një distancë kohore, në të cilën ne, do të thotë çdo njeri që jeton me te, është në gjendje ta detektoj gjendjen e tij, ta zbuloj se diçka nuk është duke funksionuar si duhet me te. Dhe në rastet këtilla ne duhet të insistojmë që ai të hapet, të rrëfehet, ti shpalos problemet e veta, edhe normal
pastaj në atë moment që ai e bën një gjë të tillë, ne t'i ofrojmë përkrahjen dhe ndihmën tonë pa rezervë. Dhe kur kjo ndodh, atëherë s'ka dyshim se me këtë do të evitohet një gjendje e këtillë e pakëndshme. Këtu patjetër do të potencoj, do të përkujtoj atë që ne si muslimanë do duhet ta dimë, atë që Allahu i Madhruar e ka thënë në Kur'an: "Wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a." Dhe ai i cili e shpëton një jetë sikur ti ketë shpëtuar të gjithë njerëzit. Nuk ke mundësi se fjala ahyaha që është përdorur në ajet e ka për kuptim ai që e ngjall. Ne nuk kemi mundësi ta ngjallim të vdekurin, por kemi mundësi që të gjallin të mos e lëm të vdes, spaku jo për fajin ton. Nëse ati i ka ardhur momenti i vdekjes, ai ka për të vdekur, ne nuk mundem parandalojmë. Mirë po spaku kur dëgjojmë se një njeri ka vdekur, ose kur dëgjojmë se një njeri është vetë vrarë, çdo njeri prej neve duhet të ndalet edhe të mendoj, a jam edhe unë përgjegjës pse ai është vetë vrarë? A kam mundur unë ta parandaloj vetvrasjen e tij? Dhe nëse me të vërtet e vren se ke mundur ta parandalosh, atëherë e kiti pjesën e përgjegjësisë dhe është e kotë, është vonë tash ti të pikëllohesh, të brej ndërgjegja pse nuk ke ndërmarrë diçka. Por edhe nëse ndodh ndonjë gjë e kësaj natyre, atëherë spaku për të ardhmen njeriu duhet të vetëdijsohet edhe të komunikojë me të afërmit e tij, posaçërisht tek trinjt kur vren se kanë probleme të natyrave të ndryshme, do të krijojë afërsitë mjaftueshme me atë triun në mënyrë që ai të hapet atij edhe ta vrej se vërtet ky është ajo shtylla e fortë tek e cila ai mund të mbështetet. Ky është ai dashamiri dhe këshilluesi i sinqert të cilit mund t'i rrëfehet. Ky është ndihmëtari dhe përkrahasi i cili do ta ndihmoj edhe do t'i ofroj rrugdalje prej asaj situate të pakëndshme. Si është trajtuar vetvrasja në kohën e pejgamberit? Në përgjithësi është trajtuar si diçka e cila e çon njeriu në xhehenem, si diçka shumë e keqe. Dhe kemi një rast kur disa shokë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam e kanë përshkruar heroizmin dhe trimërinë e njërit prej luftëtarëve musliman. Dhe kanë thënë se nuk kemi parë asnjë sot gjatë kësaj lufte të luftoj sikur filani. I dërguari i Allahut ka thënë, ai nuk e ka punën mirë, ai do të shkojë në xhehenem. Edhe janë çuditur njerëzit pse po e shohin në pamjen e jashtme se po bën punë të mirë, ndërsa i dërguari i Allahut, i cili po e potencoi nuk flet nga hamendja, po thot ai do të shkojë në xhehenem. Njëri prej tyre thot e kanë përcjellur pastaj në pjesën e ditës, në pjesën e mbetur të ditës, se çfarë do të bëj. Thot prap ka luftuar me heroizëm mirë, por në një moment kur u plagos, nuk mundi të bëj ballë dhimbjeve të plagës. Dhe çka bëri? E mori shpatën, e vendosi dorëzën e shpatës në tokë ndërsa majën sipër, edhe pastaj u hodh përmbi shpatën e vet dhe bëri vetvrasje. Thot erdha edhe i tregova Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kështu ka ndodhur. Thot unë e dija se ai do të bëjë vetvrasje dhe për këtë arsye thash se jeta e tij do të përfundojë në mënyrë të palakmueshme. Dua të them se Islami në përgjithësi ka investuar dhe ka insistuar njëkohësisht që dukuritë e këtilla të parandalohen, andaj këtu është ajo përgjegjësia jon, qoftë nëse nisemi nga aspekti fetar apo edhe nga aspekte tjera.